Kavajës? E Kavajës, po. Patjetër. A mund ta dim ku janë malet në Shijak, në Kavaj, në Durrës, dhe mbi çfarë kriterësh është bërë kjo paketa maleve? Se për shembull nga Kavaja, po nuk do të kemi ndaj mal atje. Atëre, ne mund të bëjmë leksione gjeografie për sa i përket përkufizimit maleve në sensin e lartësisë. Paketa e maleve është një nocion më i gjerë për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal në gjithë territorin e vendit. Ajo çfarë ne bëjmë në këtë moment është shumë e thjeshtë, janë vetë bashkitë të cilat e fillojnë procesin e zonave që ato gjykojnë që janë prioritare për zhvillimin lokal. Qeveria në këtë moment bën miratimin e këtyre zonave, po janë, edhe duhet ta analizoj këtë fakt, janë po vetë bashkitë që ndjekin gjithë procedurat për sa i përket zhvillimit në territor. Po, në lidhje me problematikat e pronësisë, sepse një pjesë e këtyre zonave që ju thoni janë ndarë me ligjin 7501, ndërkohë që në këto toka mund të ketë dhe pronar. Si do ta zgjidhë qeveria këtë problem ku ka qytetarë të cilët kanë certifikate me ligjin 7501, ka dhe qytetarë të cilët kanë dokumentat e vjetra që janë trashëgimtarë të kësaj prone. Si do ta zgjidhë paketa e maleve këtë problematikë, megjithse do të theksojmë që ka 13 vite dhe në janar ligji për kthimin dhe kompleksimin e pronave e ka mbaruar afatin. Si e ka menduar qeveria këtë problem? Atëherë unë do të falenderoj për pyetjen, sepse besoj është shumë e rëndësishme dhe duket qartazi që informacioni është i cunguar për sa i përket paketës së maleve. Më lejo të shpjegoj vetëm dy gjëra. Paketa e maleve nuk është i nisëm për zgjidhjen e pronësisë që ti mbivendoset 7501 apo ligjeve të tjera. Paketa e maleve është një instrument për zhvillimin lokal. Dhe në këtë ne duhet të kuptojmë dy momente që janë shumë të rëndësishme. Spari, nuk ka në asnjë rast mundësi që paketa e maleve t'i mbivendoset një tokë e cila është pronë private e regjistruar. Ka zero shans. E para. E dyta, bëhet fjalë që çdo aplikant i cili ka të drejtën të aplikojë në paketën e maleve duhet të plotësojë dy kushte. Ose duhet ta ketë zotruar atë territor për spaku 10 vjet, ose duhet ta ketë zotruar atë territor me një dieni të gjerë të publikut, siç kemi raste sidomos në veri të Shqipërisë, kur njerëzit i kanë ndarë tokat në bazë të kufive të vjetër, por nuk kanë dokumentat e pronësisë dhe nuk ka aty asnjë pronar tjetër privat. Në këto raste atyre lindet drejta për të aplikuar, por kjo nuk është përfundimi i procesit. Procesin vetvete ka disa tregues, sidomos për të garantuar që komuniteti të jetë i përfshirë, duke përfshirë afatin 45 ditor publik, që çdo aplikant që e ka bërë në bashkia pasi bën verifikimet, shpallet 45 ditë, gjatë afatit 45 ditor, nëse ka një kontestim nga kufitari, nga një subjekt i cili mund të pretendojë pronësi në të njëjtën territor, procesi automatikisht pezullohet. Kështu që unë besoj që ligji qartazi i ka vënë të gjitha valurat e sigurisë, në thonjza, për mos krijuar konflikte në territor. Dhe garancia më e madhe, që të jemi sinqert me ju po ashtu, është pikërisht bashkia e cila duhet garantojë mbi të gjitha transparencën, gjithë përfshirjen e komunitetit gjatë këtij procesi për sa i përket paketës së maleve. Faleminderit. Po, më fal. Joana Preja nga Report Televizion. Në fakt, unë doja të pyesja në lidhje me vendimin për krijimin e bordit. Ka tashmë për një javë që është krijuar bordi për naftën, kur çmimi i naftës ishte me 217 lekë për litër. Ka kaluar tashmë një javë dhe pse nuk kanë ndërmarrë asnjë mas konkrete nga ky bord dhe doja t'ju pyesja po ashtu, a është konstatuar nga ana juaj një rritje të çmimit të produktet e tjera përtej naftës? Atëherë, për sa i përket bordit, ajo që do të ishte më e sakta është që bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt qitet në territor, dhe bordi do dali me një vendimarrje sot, po nuk do doja sepse i takon bordit të vendosi për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Pyetja e dytë, më fal? Kishte dy pyetje apo? Po. A keni konstatuar një rritje tjetër të çmimeve të produkteve të tjera përtej naftës, duke marrë shkas normalisht edhe nga rritja e naftës, e çmimit të naftës? Nuk mund të flas në detaje për këtë, por do të them vetëm diçka, kuptohet që rritja e çmimit të naftës dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, le themi në një bazë gjerë, kërkon një kod caktuar. Gjithsesi ajo çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën
duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjëja e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve. E dyta, patjetër qeveria është e gatshme të marrë masat e duhura kur ne gjykojmë që situata është e tillë që bara për qytetarët ka një impakt jo të vogël dhe patjetër qeveria do të marrë masat e duhura nëpërmjet bordit të transparencës apo dhe institucioneve të tjera. Përshëndetje zoti Demo, Donata Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Duke u rikthyer edhe një herë tek paketa e maleve, ju tha që janë rreth 500 aplikime, ndoshta do të vijojnë, por a ka përllogaritur qeveria një impakt të drejtë për drejtë se si do të përkthehet kjo për benefitet në zonat ku aplikohet? Faleminderit. Aplikimet që ne flasim sot nuk janë thjesht shprehje interesi, por janë aplikime reale që janë të bazuara brenda zonave prioritare që tashmë janë të shpallura, që do të thotë që ka një probabilitet, le të themi, suksesi relativisht të lartë. Ajo çfarë unë do të nënvizoja është fakti që nëse ne referohemi objektivet që kemi vendosur që brenda vitit 2026 ne të kemi 1000 aplikime, tu flasim për disa dhjetra milion euro investime që vetë qytetarët do të realizojnë në territor, të cilat do të kenë një impakt ekonomik të konsiderueshëm. Vlera fillestare për këto 1000 aplikime do të jetë, unë besoj që është së paku 50 milion euro investime në territor, në zona të thella, por patjetër edhe në zona të tjera të cilat kanë prioritet zhvillimin e turizmit, të gjykuar nga vetë bashkitë, dhe jam i bindur që të gjitha këto investime nuk është thjesht impakti ekonomik që do të kenë thjesht për vlerën e investimit apo qoftë edhe për punësimin, por duhet kuptojmë që ne kemi raste pafundtashme në Shqipëri që subjektet caktuara, nisma të caktuara, sipërmarrje të caktuara kanë ndryshuar rrjedhën ekonomike të zonave të tëra. Dhe ajo çfarë ne besojmë është që paketa e maleve jep pikërisht mundësi të gjithë këtyre njerëzve të cilët me shumë dashuri dhe mund duan që të bëjnë ndryshimin në tokën për ata nga kanë ardhur. Prandaj ne besojmë fort që paketa e maleve do të jetë një sukses i padiskutueshëm për zhvillimin ekonomik lokal dhe unë jam po aq i bindur që dhe vetë kryetarët e bashkive janë shumë motivuar që ta çojnë përpara këtë paketë. Faleminderit. Mirdita. Me miratimin sot në Këshillin e Ministrave të ndryshimeve në vendimin numër 645 datë 1/10/2014 për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave, u hodh një hap shumë i rëndësishëm për të garantuar më shumë transparencë, stabilitet dhe siguri në tregun e barnave në Shqipëri. Ky vendim vjen si një përgjigje ndaj nevojës të hershme për përmirësimin e metodologjisë të përcaktimit të çmimeve të barnave, për shpejtimin e procedurave dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me barna për qytetarët. Ndryshimet e miratuara synojnë disa pikat shumë të rëndësishme. Garantimin së pari të disponibilitetit të barnave në treg, duke shmangur rrezikun për mungesa, veçanërisht për barnat që janë alternativa të vetme në listën e rimbursimit apo në përdorimin spitalor. Rritjen e transparencës dhe profesionalizmit në procesin e përcaktimit të çmimeve, përmes një metodologjie më të qartë dhe më të qëndrueshme, e cila mban nën kontroll çmimet, por njëkohësisht krijon mundësi për përthithjen e barnave të reja dhe inovative në tregun shqiptar. Po ashtu për shpejtimin e afateve dhe thjeshtëzimin e procedurave, duke përfshirë edhe përdorimin e dokumentacionit elektronik në përputhje me procesin e digitalizimit të administratës. Në funksion të transparencës është parashikuar edhe një dispozitë e veçantë për vitin 2026, i cila jep Komisionit të Çmimit të Barnave mundësinë për të rivlerësuar çmimet brenda një afati të shpejtë me qëllim shmangjen e çdo rreziku për të rreqjen e barnave nga tregu. Ndryshimet nuk kanë për qëllim e rëndësishme kjo rritjen e çmimit të barnave, por përkundrazi garantimin e qëndrueshmërisë së tyre, akses më të mirë për pacientët dhe një treg farmaceutik më të sigurt dhe më të parashikueshëm. Prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbetet i pandryshuar, të sigurojë për çdo pacient në Shqipëri që të ketë akses në barna që nevojitet në kohën e dur me standarde të garantuara cilësie. Ju lutem pyetjet.
Zonja Sala Denata Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Doja të dija një nisme juaja personale ka qenë aplikimi i metodave bashkohore kryesisht për personat e prekur nga diabeti tipit 1. Në çfarë faze jeni në këto momente? Ne me që është të tamë koha e diskutimit dhe buxhetit, kemi po punojmë shumë ngusht, grupi punës, për të mundësuar që për vitin 2027 të rimbursojmë tretimin për personat e prekur nga diabeti numër 1. Është një prioritet dhe faleminderit dhe që e ngritët. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Me thënë drejtën, kam një pyetje të cilën kolegja ime Fiona Qela nuk mundi ta bënte në konferencën tuaj para disa ditësh, duke qenë se nuk i dat mikrofonin. Tashmë pas 10 vitesh, koncesioni i sterilizimit ka përfunduar, pasi u shpenzuan 153 milion euro dhe tashmë një pjesë e zyrtarëve të ministrisë janë para drejtësisë për të përgjigjur për këtë koncesion. Çfarë ka ndryshuar në mendimin e qeverisë që tashmë ky koncesion do t'i kalojë shtetit, do të kemi sërish gërshër të ndryshkura siç dikur thonte kryeministri Edi Rama, apo shteti do ta menaxhojë më mirë se sa privati? Atëre koncesioni i ka kaluar shtetit, nuk është se do t'i kaloj shtetit. Ka 3 javë, ose ka 3 javë që ka kaluar shtetit, u ngrit kapaciteti dhe po funksionon shumë mirë këto 3 javë, është bërë një punë shumë e madhe që ndoqi të gjitha procedura legale për vlerësimin dhe mënyrës të kaloj, është ngritur shoqëria, siç e dini shtetërore, dhe po bëhet një punë shumë e mirë në këto 3 javë dhe po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Faleminderit për pyetjen. Zonja Ministre, dhe një pyetje, ka raportime që pas datës 20 në qendrën spitalore universitare të Tiranës nuk bëhen, le të themi, analizat rutin për të shtruarit për shkak të mungesës së fondeve. Si është e vërteta dhe së dyti, për sa i përket mungesës së barnave, po kështu pranë pediatrisë dhe QSU-s në tërësi. Ka një zgjidhje nga Ministria për sa i përket mungesës së këtyre barnave, kryesisht atyre antibiotike? Atëre po i filloj me pjesën e barnave, që jemi në knuatin e barnave. Besoj se keni vënë re që në këto kohët e fundit jemi munduar për të mundësuar që të mos mungon barnat, ka pas mungesa siç e thatë juve, por ka pas gjithmonë më pak. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, sigurisht synohet që mungesat të jenë të mos ketë mungesa, më mirë të themi, dhe të gjithë kemi punuar që t'i adresojmë edhe në kohë reale. Domethënë jemi involvuar të tërë bashk si në rregullimet metodologjisë, po ashtu edhe duke zgjidhur problemet konkrete si ekip. Pyetja tjetër? Jo, më kishte edhe një pyetje për mungesa analizave. Aktualisht, s'ka problem. Faleminderit për pyetjen. Aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjitha të dhënat, siç thuhet fuqia e të dhënave shumë e madhe dhe një nga mbase vide nga kjo fushë, një nga metodat që kanë përdorur është mbledhja e të dhënave dhe mbi bazën e të dhënave planifikimi i mirë shërbimeve, se pa diagnostikuar problemin nuk e shëron dot. Prandaj mbledhja të dhënave, kemi mbledhur të tëra të dhënat për të parë, sepse sigurisht nuk duhet të mungojë analizat në mes të, po edhe jo vetëm në datën 20, po edhe në datën 30, që se muaji ka 31 ditë. Dhe këto po adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda këtij viti. Faleminderit.